Përshëndetje zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Besimtarët musliman festojnë Kurban Bajramin, falin namazin në bulevardin qendror të Tiranës dhe në rrethe, apel për solidaritet me njerëzit në nevojë. Komisioni i zgjedhjeve përgatit infrastrukturën për rinumërimin në Tiranë, do të verifikohen jo vetëm votat e demokratëve, por edhe të Partisë Socialiste. Arkitekt nga gjithë bota vinë në Tiranë në festivalin që organizohet për herë të parë, marrin pjesë edhe krijuesit e projektit të Concord Investment. Sot mësohet finalisti i parë i Fermos VIP, njëri nga konkurrentët do të mbyll përfundimisht rrugtimin, emocione dhe surpriza mbrëmjen e kësaj të premteje. Vjojmë gjërësisht me lajmet mira. Besimtar musliman mbushën bulevardin qendror të Tiranës mëngjesin e kësaj të premteje për të falur namazin e Kurban Bajramit. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu tha se në këtë ditë të shenjtë nevojitet më shumë solidaritet me ata që janë në nevojë. Besimtarët uruan njëri tjetrin dhe vijuan ritualet e tjera në shtëpitë e tyre me therrjen e kurbanit, që është edhe simbol i kësaj feste. Allahu Akbar. Besimtarët musliman kanë festuar Kurban Bajramin. Allahu Akbar. Dita e sakrificës dhe durimit ka nisur me faljen e madhe të namazit, e cila këtë vit nuk u zhvillua në sheshin Skënderbej, por në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Allahu Akbar. Ceremonia e faljes nisi në orën 6:15 dhe më pas besimtarët u shpërndan për të kryer ritet e tjera të kësaj feste. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, ju drejtua besimtarëve me një urim për festën e Kurban Bajramit, ndërsa theksoi rëndësinë e unitetit, solidaritetit dhe ndihmës për ata që janë në nevojë. Ai gjithashtu dha edhe një mesazh për luftën në Gaza. Sot kremtojmë festën e Kurban Bajramit, një ditë që i bashkon zemrat tona në adhurim, në mirënjohje dhe solidaritet. Feja jonë islame na mëson se besimi nuk është i plot pa ndjeshmëri sociale. Të duam njëri tjetrin për hir të Zotit. Le ta ndajmë sofrën tonë, por edhe buzëqeshjen, të shkojmë te të vetmuarit, te të moshuarit, te ata që s'kan mundësi për të festuar. Le t'i lutemi Zotit së bashku për Gazën, për jetët e prera në mes dhe gjendjen e rëndë që po kalojnë ata. Besimtarët musliman përcollën urimin për më shumë barësi në familje në këtë ditë të shenjtë të Kurban Bajramit. Gëzuar gjithë besimtarët dhe inshallah për gjithë festë e marrë mirë. I urit gjithë shqiptarët në barësi dhe gëzim familjet e tyre. Inshallah, Zoti udhëzoft gjithë popullin musliman rrugë të Allahut. Kurban Bajrami është një nga festat më të rëndësishme për besimtarët musliman, një kohë e shenjtë për adhurim, falënderim dhe solidaritet. Gjatë kësaj dite besimtarët falin namazin e Bajramit në mëngjes dhe bëjnë kurban, zakonisht një dele, lop apo dash. Mishi kurbanit shpërndahet një pjesë për familjen, një për të afërmit dhe një për të varfrit. Festa shoqërohet gjithashtu me vizita familjare dhe ndihmë ndaj njerëzve në nevojë. Mëngjesi i kësaj të premteje i gjeti besimtarët musliman në sheshe dhe xhami për të kryer ritualet e festës së Kurban Bajramit. Mesazhet kryesore në këtë ditë u dominuan nga apeli për të ndihmuar të varfrit që janë në pamundësi për të festuar. Në të gjithë vendin, besimtarët musliman kanë festuar festën e Kurban Bajramit. Në Shkodër, në fjalën e tij gjatë faljes së namazit, zëvendës muftiuar Ben Halluni u ndal tek fenomeni i largimit të shqiptarëve. Thirrja jon e vazhdueshme është që mos braktisni vendin tuaj, mos ikni pa u përpjekur këtu. Në Lezhë, besimtarët uruan njëri tjetrën për festën, duke e vijuar me vizita tradicionale në familje dhe tek të afërmit gjatë gjithë ditës. Muftiu i Elbasanit bëri thirrje për të qenë më solidar me njëri tjetrin. Pati një prezencë që me të vërtetë është për të kënaqur dhe sot të gjithë besimtarët musliman kanë detyrat e tjera për sa i përket edhe përveç faljes së Kurban Bajramit, do të kenë dhe prerjen e kurbanit për ata njerëz edhe për ata besimtarë që kanë mundësi ta kryejnë këtë obligim fetar.
Edhe në Korç, besimtarët uruan për festën e Kurban Bajramit në këtë ditë të shenjtë të besimit të tyre. Që ne sot kremtojmë festën e Kurban Bajramit, uroj gjithë besimtarët musliman, jo vetëm në Korç, por në gjithë mbar vendin, ta gëzojnë këtë festë, të jenë më të dashur, të kenë harmoni me njëri tjetrin, të gëzojnë bukur në familjet e tyre, edhe një urim kam për popullin e Palestinës, të kenë paqe sa më parë dhe inshallah Zoti e çliron atë vend. Këtë ditë të bukur të Kurban Bayramit, uroj të gjithë besimtarët muslimanë, gëzuar paqe e lumturi në familjet e tyre. Në Durrës poashtu, që në orët e para të mëngjesit, besimtarët ju drejtuan xhamisë madhe në qendër të qytetit, por edhe objekteve të tjera të kultit për të falur namazin. Edhe në Vlorë, qindra besimtarë ishin të pranishëm në ambientet e pallatit të sportit për faljen e namazit, për shkak se xhamia është e mbyllur që pas përmbytjes. Semi Allahu liman hamida. Falja e namazit u mbajt edhe në Berat, Gjirokastër, Fier, Dibër dhe shumë qytete të tjera të vendit. Presidenti Bajram Begaj uroi besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit. Kjo festë është dëshmi e pashtershme se si sakrifica, durimi dhe dashuria i japin njerëzve paqen e tyre të brendshme dhe mposhtin egoizmin, urrëtitjen dhe pangopsin. Uroj nga zemra të gjithë besimtarët musliman dhe të gjithë shqiptarët për më shumë mirësi dhe gëzime në familjet e tyre, u shpreh kreu i shtetit. Edhe kryeministri Edi Rama zgjodhi të ndante në rrjetet e tij sociale një mesazh. Gëzuar Kurban Bajramin dhe qofshin në mbrojtjen e Zotit, ishte i kryeministrit për besimtarët. Nuk mungoi as mesazhi i liderit të demokratëve Sali Berisha, i cili uroi muslimanët që lutjet e tyre të pranohen. Rinumërimi i votave të Tiranës me kërkesë të Partisë Demokratike do të prekë jo vetëm kandidatët e opozitës, por edhe ata të Partisë Socialiste. Demokratët synojnë të marrin mandatin e 14 në kryeqytet, duke shpresuar te 14.000 votat e pavlefshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nevojë për 10 ditë kohë për të përgatitur infrastrukturën dhe stafin e nevojshëm, para se të nisë rinumërimin e 1282 kutive të qarkut të Tiranës pas miratimit kërkesës Partisë Demokratike një ditë më parë. Janë 450.000 flet votimi që do të numërohen nga fillimi, e vendi ku do të realizohet ky proces nuk është vendosur, por duket se ambientet më të përshtatshme janë ato të Parkut Olimpik Feti Borova, ku realizuar numërimi i votave të diasporës. Sipas kërkesës Partisë Demokratike në Tiranë do të numërohen votat e partive së bashku me votat e pavlefshme, pasi demokratët ende shpresojnë se mund t'i marrin mandatin e 14 Partisë Mundësia. Nga ana tjetër do të rinumërohen edhe votat e kandidatëve, pasi Ilir Ali Mehmeti, Aslan Dojani, Lisandër Hoxha e Mimoza Hadermataj pretendojnë se procesi ka pasur parregullsi. Por ky proces i rinumërimi do të përfshijë edhe votën e kandidatëve të Partisë Socialiste, pasi opozita këngul që verifikimi të jetë i plot, pasi sipas PD-s, çdo parregullsi që mund të gjendet i shërben kërkesës së saj për pavlefshmërinë të zgjedhjeve në qarkun e Tiranës. Ndryshe nga Tirana, në Dibër Partia Demokratike do të rinumërojë vetëm votat e kandidatëve të saj, për shkak të pretendimeve të kandidatit Xhemal Gjungshi se ka pasur parregullsi. Rinumërimi i 44 kutive të Dibrës do të zhvillohet mërkurën e do të kryhet në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mbetet për të parë se çfarë do të vendosë Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve për Durrësin, për të cilin gjithashtu Partia Demokratike ka kërkuar rinumërim të votave për partinë e kandidatit. Një konflikt mes dy fqinjve ka degeneruar në përdorim armësh në fshatin Gos të Rogozhinës. Shpëtim Osmani, rreth 56 vjeç, dyshohet se ka qelluar me armë zjarri në drejtim të fqinjit të tij Sami Disha. Ky i fundit ka mbetur i plagosur dhe është dërguar me urgjencë në spital ku po merr trajtim mjekësor. Ndërkohë, autori i dyshuar, Shpëtim Osmani, është larguar nga vendi i ngjarjes menjëherë pas konfliktit. Policia ka shkuar në vend ngjarje dhe ka nisur kontrollet për kapjen e tij, ndërkohë vijojnë hetime për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes. Arkitekt nga vende të ndryshme të botës janë mbledhur në Tiranë në të parin aktivitet të këtyre përmasave në vendin tonë. Festivali që është emëruar Buk, Krip dhe Zemër synon të tërheqë sa më shumë studio të huaja arkitekturore për të krijuar në Shqipëri. Pjesë e festivalit janë edhe arkitektë që kanë realizuar projektet e Concord Investment. Welcome to the Festival of Architecture. Për herë të parë Shqipëria mikpret një festival arkitekture, i cili ka mbledhur në Tiranë qindra arkitektë nga gjithë bota për të diskutuar sfidat e zhvillimit urban e social të ditëve të sotme. Ju uroj mirëseardhjen këtu në zemrën pulsuese të Tiranës, në një Shqipëri që sot prodhon arkitekturë më shumë se e gjithë Europa bashkë.
Festivali mban emrin Buke Zemër dhe motoja e tij është Sillni pa krip, duke mishëruar kështu mikpritjen shqiptare në thonjën e vjetër Buk krip e zemër. Bazuar mbi këtë thënie, kryeministri Edi Rama ftoi arkitektët të shohin mundësitë e pafundme që ofron Tirana e Shqipëria. Tirana sot nuk është vetëm një sken, është katalizator. Nuk është vetëm një vendodhje, por është bashkëpunëtor. Projektet që lindin në Shqipëri nuk janë mediokritete lokale apo klishe globale. Janë të gjalla, me vlerë, sepse vijnë nga shkrirja e asaj, çka është thellë e rrënjosur dhe asaj që është e hapur. Kryeministri Edi Rama shpjegoi para arkitektëve vizionin e tij për të ardhmen e vendit. Jetojmë në një botë krizash natyrore që shumë fishojnë dhe të bëra nga njeriu, ku vetë ideja ne është e rrethuar, ku dialogu zhytet në zhurma e politika drejtohet nga frika, ku suksesi matet nga lartësia dhe jo nga afërsia, ku ambicia personale harron shpesh përgjegjësinë për të tërën. Kësaj ky takim nuk është vetëm premtim arkitekture, por një lloj arkitekture në vetvete, një konstrukt njerëzor, ndërtuar mbi rrënojat e brishtat të asaj çka ne kemi trashëguar, mbi ëndrat që ne shpresojmë që ende të realizohen. Një ftesë për të krijuar e për të kujtuar çfarë do të thotë të kemi diçka të përbashkët, e për të krijuar ato çka mungon ende, e çfarë është më urgjente, të kujtojmë që ta ndajmë atë. Aktualisht mbi 150 ekipe ndërkombëtare arkitekture janë të angazhuara në projekte në të gjithë Shqipërinë. Pjesë e festivalit arkitektëve nga mbar bota ishin edhe arkitektët që realizuan me profesionalizëm të lartë. Disa nga projektet e grupit Concord Investments, siç janë Marina Eurikumit, Festival City, Arameras Beach and Resort, e së fundmi edhe projekti vilave qeveritare në Vlorë. Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka reaguar ndaj zërave kritik për ndërhyrjet në ish-burgun e Spaçit, duke i cilësuar si të pabazuara dhe dashakeqe aludimet për prishje të kujtesës historike në funksion të një filmi. Ministria sqaroi se projekti filmik për revoltën e Spaçit synon të sjellë në ekran një nga ngjarjet më të rëndësishme të rezistencës antikomuniste. Për shkak të amortizimit ekstrem të sitit, u kërkua ndërhyrje minimale konservuese për të siguruar xhirimet dhe një ambient autentik. Ndërkohë qeveria ka hartuar dhe miratuar në vitin 2024 një plan menaxhimi për ta shndërruar Spaçin në muze të kujtesës kombëtare, duke përfshirë konsultime me mbi 50 aktor të interesit. Sot në mbrëmje do të mësohet se cili nga konkurrentët e fermës VIP do të shpallet finalisti i parë i edicionit të dytë. Ndërkohë njëri nga fermerët do të mbyll rrugtimin duke humbur shansin për çmimin e madh. Buongiorno nena. Edhe pse kanë mbetur më pak se 15 ditë nga përfundimi i Ferma VIP 2, kjo javë ka patur diskutime të forta, dinamika të paparashikuara, si dhe shumë humor e momente emocionuese. Një televotim i hapur prej mbrëmjes së të hënës do të shpallësonte finalistin e parë të këtij edicioni të dytë. Publiku merr një vendim të rëndësishëm, duke çuar kështu edhe dy fermerët më pak të votuar në një sfidë kokë më kokë. Do të jetë sfida ajo që do të përcaktojë më pas fatin e fermerëve. Gjatë spektaklit të sotëm, njëri prej 9 konkurrentëve të mbetur në lojë do të ndërpresë rrugëtimin e tij, duke humbur mundësinë e çmimit të madh. Të gjithë cili për shkallon kontribut shumë madh. Ditët kanë qenë shumë të qeta për fermerët, teksa Agai ka sjellë të tjera dinamika. Kryefermer Andueli është vënë në një zgjedhje të vështirë. Ai duhet të zgjidhte 3 fermerët më pak punëtor ose që nuk janë bindur urdhrave të tij, duke i kaluar në shtëpinë e fakirit. Do zgjedhë Nena, Ylli dhe Big Basta. Pavarësisht vendimit të vështirë, Nena, Ylli dhe Big Basta ishin zgjedhja e Anduelit. Por vendimet e papritura të Agait edhe këtë javë ishin jashtë parashikimeve. Fakirëve ju besua një mision sekret, duke sjellë her pas here tensione dhe zëra të ngritur në fermë. Zhvillimet e fundit që kanë shtuar tensionin në ferma VIP 2, por edhe shumë momente të tjera do të diskutohen sonte në mbrëmje, duke nisur nga ora 21 live në ekranin e Vision Plus dhe në 2 kanalet e dedikuara të platformës Stream. Ditët e juaja të fundit. Faleminderit shumë. Te këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.